Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Qifti mbas 2-3 muaj po del sërisht e Bajramit. Tekino. Jo, po e vërtetër se po bëhesh akun. Hello miq, shikoni si jam bërë sot. Dhe shikoj sa cool. Jemi duke ikur në një fest. Po shkojmë pare makinën. Si quhet festa hekër? Pizza and brunch. Pizza and brunch që mbahet tek liçeni këtë fundjavë. Dhe sapo në erdhën biletat, po presim dhe shokun ton Lumi, me siguri do ketë dhe njerëz të tjerë atje. Mami ka ardhur në shtëpi për të ndetur me baton, është ora gati 6 dhe finally jemi duke dalë, kanë filluar aktivitetet këtu në Tiranë, kështu që sigurisht ne do mundohemi më aq sa të kemi mundësi me organizim të batës që të marrim pjesë. Jam shumë kurioze të shoh se si do jetë këtë vit. Smoking on a back porch, cigarette in my mouth with a Marlboro. Oh, I wish we could have talked more. Yeah, I told you my name, didn't catch yours. And I know you don't even live in my time zone. See you every time that my eyes close. Following me. Që gjitha gocat që ndjekin vlogjet e mia, Subscribe të keniku. Dhe që janë në kërkim, janë single dhe ndoshta I pëlqen dhe shqiptarët e Kosovës. Të keniku, atë e liku. Lumin e kemi shumë të mirë. Këtu like, Shumë nice. like. Ju lutem. Do filloj të hap agjensi. Marrëdhëniet me shqiptarët e Kosovës, martesa në Kosovë. 50 euro konsulta por. 50 euro konsulta e parë të tipi. Kështu që pres kandidaturat më shkruani. 1 euro. I can't get you out of my head. No, I can't get you out of my head now, baby. No, I can't get you out of my head. Mu prishëm pak flokët, por si ju duket ky stili miri. Mua më duk shumë cute, por që erdha në shtëpi dhe ora bato në gjumë dhe do marr pak një batanie. Unë ika nga festa, sepse mami nuk mund të qëndronte më gjatë. Ndeta 2 orë dhe më mjaftuan. Erdha vora bato në gjumë, si qisha, sepse akoma ishte zgjuar dhe sa më dëgjoj zërin me një herë këtu. E di që të enten nuk kemi postuar vlog, por ka qenë një javë shumë impenjative, si çdo javë, domethënë çdo herë o them ka qenë një natë impenjative, ka qenë një por Bato ka pas laringit, ishte virale, e mori në qerdhe dhe fillova nga hiçi, ishte shumë mirë, dolëm, u kënaqëm, por pastaj natën filloi sikur nuk merrte më frym, ishte diçka shumë tipike dhe ishte pak e frikshme se dukej sikur mbyti, ka bënë nuk merrte frym fare dhe kemi qenë madje edhe 2 net kemi qenë në urgjencë sepse e shija që nuk ishte çdo gjë shumë siç duhej. Megjithatë atje në urgjencë më thanë, më konfirmuan atë që dyshonim, që ishte laringit. Dhe aty pastaj I kam bërë disa gjilpëra me kortizon dhe I kam bërë aerosol me disa gjëra të tjera dhe më pas jemi kthyer në shtëpi dhe kemi filluar me mjekimin që ishte kryesisht kortizoni sipas dozazhit të dhënë nga pediatri. Ka qenë shumë I bllokuar, shumë smur, donte të rinte vetëm krah. Dhe e kam pasur të pamundur të bëja, madje as në shtëpi nuk bëja as një punë, asgjë. Shtëpia ishte bërë të merr, sepse nuk po arrija dot
vetëm të bëja ndonjë gjë batos për të ngrënë edhe aq. Nice, është shumë më mirë bato, akoma jemi në fazën ku po shfryn me qyre dhe sigurisht akumulohet këtu, por nuk kemi duke bërë më aerosol, mjekimin e kemi përfunduar dhe kështu pothuajse nesër bëhet një javë që ka qenë smur dhe shpresoj të kaloj. Pastaj të hënën nuk do jetë në qerdhe sepse është pushim, kështu që do fillojmë të martën me qerdhen, ka bërë një javë pushim, rikthimi do jetë i tmerrshëm, jam shumë e sigurt, por që fatmirësisht deri tani gjërat shkuan mirë sepse laringiti është shumë tricky si gjithçka. Sot je mirë dhe nesër nga hiçi, sidomos në darkë bëhesh keq. Kështu që në rast se ju bie, inshallah jo, fëmijës tuaj, bëni gjithmonë kujdes. Mund të kaloj edhe në kronik, mund edhe të rikthehet, kështu që është realisht diçka shumë e keqe në sensin pak si ta quajmë bitch. E thënë kjo, sot unë dhe Hekër shkuam, hapëm zyrtarisht sezonin e festivaleve, koncerteve, quani si të doni. Hekër kishte shumë dëshirë të shkonte këtu, kishte shumë nga Shqipëria, Kosova më fal, kishte shumë shqiptarë të Kosovës, sigurisht nga Gjakova, nga Prishtina, njerëz që njifte Hekër dhe Lumi. Unë thjesht shkova për të ndryshuar pak, për të marrë pak ajër, sepse mes dhëmbëve të batos dhe laringiti ka qenë një muaj kështu. Por që më bëri pak mirë që dola. Faleminderit mami që erdhi ndeti 2-3 orë këtu me baton, që unë të shkoja. Tani u ktheva dhe thash Hekrit, vazhdo, shijoje ti, unë po kthehem se sot kam qenë dhe në punë, kam pastru shtëpinë, jam marrë me baton, kam gatuar, kështu që ka qenë një ditë si çdo ditë tjetër dhe nuk kam takat më. Nuk e di juve, po kam filluar. Më duhet një herë, besoj na 3-4 ditë, kështu pa baton, vetëm të flej, të hajt flej të ri, të mbyllem diku dhe ta marr pak veten nga ky një vit e gjysëm me baton. S'po di nga ti kthej këto flokët, se sa i natë që u prish modeli ishin shumë cute. Dhe kështu, gjithashtu do më duhet të punoj pak në kompjuter, sepse më ka ftuar Universiteti Epoka që të mbaj një leksion të hapur javën që vjen dhe jam duke u përgatitur. Nuk e prisja që në vinte kjo ftesë, sepse kur ika në Prishtinë u shkëputa pak nga gjërat këtu në Tiranë dhe akoma njerëzit nuk e dinë që jetojnë në Tiranë, sepse si që keni parë dhe ju, jam shumë e fokusuar tek bato, tek puna, tek jeta familjare, sepse kjo periudhë e tillë është dhe jemi gjithkohës punë, shtëpi, qerdhe, bato. Hekri del pak më shumë se mua për shkak të punës së vet, por unë shumë rrallë po dal dhe akoma njerëzit nuk e dinë që jam kthyer ose që jam këtu. Sepse sigurisht edhe fakti që u shkëputa nga social mediat, sa të rikthehet vizibiliteti që kam patur në momentet që u shkëputa do disa muaj dhe jo të gjithë njerëzve ju dalin postimet e mia, e kam vënë re, sepse akoma disa njerëz habiten kur më takojnë rrugës dhe më shohin këtu. Por e thënë kjo, nuk e prisha që të vinte në këto momente si ftesë, sepse siç thash, kam pak kohë që jemi kthyer këtu nga Prishtina dhe erdhi diçka shumë papritur, por e pranova me kënaqësi. Jam duke përgatitur, po përgatis prezantimin dhe moroni fat. Gjithashtu hapa këtë finalen e Big Brotherit, edhe pse ju kam thënë që pothuajse nuk e kam ndjekur fare, por do jem këtu në kompjuter duke punuar dhe po le diçka në sfond, sepse akoma nuk e kemi lidhur me atë
Ibo TV që i kemi patur edhe në Prishtinë, e kemi abonimin, por duhet të shkarkojmë një aplikacion dhe kështu që më shumë është Netflix ose YouTube. Doja të përsisja një picë, por pash që mami kishte lënë një copë byreku këtu dhe do i futem asajt. Jam dhe komplet të blokuar nga shpatulla këtu, nga që kam mbajtur gjatë gjithë kohës baton, madje nuk e di, jam blokuar komplet nga kurrizi. Inshallah nuk po smurem dhe unë nga viroza e batos, jam duket po njës, edhe pse nuk e kam iden fare kush do ta fitoj dhe them drejtën nuk më ka pëlqyer fare, shumë negativitet, shumë gjëra që nuk e di, shembull jo të shumë të mirë. Nuk është televizori që më pëlqen, më them drejtën, kështu që nuk e kam harxuar as energjinë as kokën ta shoh, pavarësisht se ka atë suksesin e vet dhe do çfarëdo lloj social media që të hapësh të dalin video, të dalin gjërat, por realisht kam ndetur shumë larg Big Brotherit. Më mirë kam preferuar të flej gjumë se të bëj diçka tjetër sesa ta shoh. Gjatë, ja, e kam hapur sot, mendoj si nuk e di sa milion njerëz, por që më shumë do ulem në kompjuter dhe të punoj. Nesër jam Pashkët dhe do t'ju marr me vete. Gjithashtu, akoma nuk i kam bërë vezët, sepse nuk arrita sot, por shpresoj nesër në mëngjes t'ju bëjmë bashkë. Tani po iki. Natën. Pashkët të gjithëve dhe shpresoj të kaloni këtë ditë bashkë me familjen tuaj, me të dashurit tuaj. Gjithmonë mendoj që këtë ditë duhen kaluar me njerëzit e dashur. Ne kemi ardhur këtu në fshat dhe po vjen nëna me gjyshin, Enea me Olën, jemi mbledhur një pjesë e madhe, le të themi. Dhe gjithashtu mendoj që sot është dhe një ditë për të reflektuar për gjërat e mira që kemi. Unë reflektoj edhe për gjëra që do kisha pasur qef të ishin ndryshe, por fund të ditës, ditët e sotme mendoj që kemi shumë gjëra, por harrojmë ndonjëherë, po kalon një kamion. Harrojmë ndonjëherë të jemi falendërues për gjitha gjërat që kemi. Kështu që le të jemi sot me falendërues dhe të mendojmë për gjërat e mira. Dhe ja ku erdhi momenti për të bërë vezët, pak me vonesë, po më mirë vonë se sa kur. Jam këtu. Duhet ishin bë të njëjtën, fiks se kam dhe Olën këtu, edhe Ola është katolike e Shkodrës. Në gjyshin e kemi ortodoks, gjyshin nga mami, kurse gjysha nga mami është katolike, ne jemi pak gëzuar në kish katolike, ja, kështu pak historik kështu. Dhe sot kishim dhe gjyshin dhe nënën, sepse i festuam dhe Pashkët ortodokse dhe katolike, të dyja bashk. Dhe kemi këtu tani për të lyer vezë, do t'i bëjmë me kështu me gjëra pak natyrale, një pak o vezë, por që më sa Ola që janë kështu me këtë shkrimin, duheshin vezë fshati që dilshin sa më mirë, por kam marrë dhe një bojë të kuqe, se tha Hekri më mirë mere se nuk i dihet, dhe kemi qep,
dhe lakër. Po s'kemi thik. Nuk kemi thik, po ja se do gjejmë. Këto janë hanxharët e Markos. Për zbukuri. Ndoshta. Urdhëro. Stiamo dipingendo le uova. Dai, gosta feste. Baby, when I look in your eyes, I can see you as a child. Ja ku kemi bërë këtu gati, qep edhe letër. Të coptuara. Vez efekt mermer. Po, vez efekt mermer thot Ola. Po bëjmë gati mjetet e tjera. Ja ku janë dhe getat. Tolino është aty duke u knaq tek vendi preferuar bashkë me Markon edhe me mamin. Super ndihmse Olën, që është bërë dhe shumë bukuroshe sot me rastin e Pashkëve. Tani i lagim këtu vezët dhe më pas i kalojmë këtu që të ngjiten këto. Ja. Është me sjell pak më të madh. Okej, do ta sjell pak më tani. Bëjmë një gjë tjetër, i prem këto një herë, sepse këto ngesnin brenda te geta, kurse kështu, ja, e futëm. Ja, do i lag prap se tani vetëm letra ka ngel. S'ka gjë. Ndërkohë Batolino. Ja. A futi edhe ca të kuqe kështu sipër. Okej. Mos na duhen prap qep më shumë? Ndoshta. Oh, my source of love and fear. If I could lose them, could you be different? Could I let the river take me? Jemi duke I bërë me bojë natyrale pra. Që edhe të hahen. Jo se na pengosh me shbavesë. Po I thjesht. I hodhëm edhe uthull. Arrivo. Ku është, kemi vendosur të zihen vezët me uthull molle dhe me lakër me ujë. Momenti I kafes, ndërkohë që zihen vezët. Do sikur të jetë mish tuzi. Fix. Ja ku është dhe Batolino me Markon dhe Hikrin. Marco, c'erano le uova? Hai guardato a proposito se c'è quello con un segno rosso? Eku ha detto che l'ha buttato uno perché si vedeva che non era buono. Che segno rosso aveva? Dje thot Marco ka bërë 3 vezë, sot ka bërë vetëm 1 vezë. Mare. Një Balenciaga. Do të shkute Marko. Më ekër. Prit, shive. Hajde herë. Bukura këto Balenciagat, ë? Milana. Momenti shumë pritur, të shohim se çka kemi bërë, po më duket se kanë ngjyra fare. Ja hedhim bojën. Okej, po e hedhim ti bëj të kulmi. Diçka ka ndodhur keq. Të shpëtojmë të pashpëtueshmen. U lodhëm të I përgatit. Kjo ka do të thotë që këto janë me omëgjë. Po fix. Vetëm me këto bëhet. Ose kishte problem kjo gjëja me induksion dhe s'dinim ne. Jo, s'ka të thotë se ngjyra këtu. Boja është. Po pra. Nuk e prisnim që do dilin kaq të bukura. Tani po presim që të ftohen për t'i dhënë dorën e fundit me vaj, por që wow. Dhe ja, këto janë
finally përgatitet, edhe pse me vonenis. Kjo është buka e pashkës, edhe vezët, që kanë dalë shumë cute. Dhe këti vlogut i erdhi fundi. Ne do shihemi në vlogjet e ardhshme, mos harroni të bëni subscribe, të na komentoni, të na bëni like. Dhe gjithashtu më komentoni se këtë herë kam dalë edhe me Olën dhe si ju duk ky vlog bashkë me Olën, nëse ju pëlqeu apo jo. Ne do të shihemi herë tjetër, unë me vezën në dorë ndërkohë.